prita nush mor, po vin rete zeza, Karadak more qoe shif një her, Karahas minder. Qoni ju djema, kush ma i parin prita, se po digjet, more i lirida, dora slavit. Shkatrimi i RSF-s dhe mëvecimi i Republikës së Maqedonisë shkaktuan ndryshime të thella politike, shoqërore dhe ekonomike në vend. Pluralizmi manifestohej me formimin e partive politike, të cilat në vend të atij ideologjik kishin karakter të fuqishëm etnik. Si rezultat i këtij tranzicioni, një pjesë e madhe e popullsisë mbetet pa punë, kurse varfëria, korrupsioni, kriminaliteti dhe kriza ekonomike marrin përmasa shumë të mëdha. Ekonomia e shkatruar, aferat dhe skandalet politike, korrupsioni dhe marrëdhëniet e keqësuara ndëretnike edhe më shumë e destabilizuan vendin. Fakti se me Kushtetutën e vitit 1991, shqiptarët i humbën të drejtat të cilet formalisht i gëzonin me Kushtetutën e vitit 1974. Për këtë shkaqe, Kushtetuta u miratua pa votat e deputetëve shqiptar në parlament. Ra dëshmor që Nasi Ibrahimi nga fshati Slupçan, i lindur më 7 shtator të vitit 1967, ra dëshmor, po në të njëjtin fshat, në fshatin e tij të lindjes në Slupçan, më datën 8 qershor të vitit 2001.